Lavdëroni Zotin, se është i mirë, Alleluia. Pra si që edhe i shikojmë ditët e Kreshmës kaluan shumë shpejt, edhe nesër ne mbajmë përsëri Kreshëm sepse përmbyllet 40 ditëshi dhe pastaj hym tek e shtuna e Lazarit dhe diela e palmave dhe pastaj hym në javën e madhe të pësimeve të Zotit, që kulmon me të premten e madhe dhe mbyllet periudha kreshmore, jo 40 ditëshore, që mbyllet nesër, por gjithë kjo periudhë kreshmore, ky hidhërim gëzim, me Pashkën e Shenjtë. Pra, ditët ikin shumë shpejt dhe ne e tham edhe këtu kur filluam Kreshmën që ditët do të kalojnë shumë shpejt. Kështu që kjo ishte një mundësi që Zoti na i dha gjithë këto ditë që neve të kreshmojmë jo thjesht nga ushqimet, që në vetvete nuk janë të këqija, po kur merren me falënderim janë të mira, të bekuara, të shëndetshme, por duke filluar nga ushqimi, të kreshmojmë nga mëkati dhe pasioni. Dhe siç tham dhe në bisedat e kaluara, qëllimi i Kreshmës është një ekzaminim i vetvetes që patjetër duhet na çojë në njohjen e mëkateve, pasioneve, dobësive, dhe kjo pastaj duhet na çojë automatikisht në misterin e pendim rrëfimit. Dhe ka akoma ditë dhe kohë deri për Pashkën e Madhe që të krishterët, ata që nuk kanë arritur dot ta kryejnë këtë mister të pendim rrëfimit, të kontaktojnë me atin rrëfyes dhe ta bëjnë misterin e pendim rrëfimit, sepse nëse mbajmë një Kreshëm vetëm ushqimore dhe jo nga shlirimi i mëkatit dhe pasionit, Kreshma thjesht është një dietë ose nuk e kryej funksionin e saj dhe nuk do ndjejmë një gëzim dhe një shlirim, por në fund do ndjejmë një lodhje, madje edhe një mburrje, siç Kreshma e fariseut. Dhe kjo në vend që na bashkojë me Zotin, do të na ndajë nga Zoti. Por ajo çfarë duhet të them në këtë bisedën tonë, ne do të flasim për disa ditë të veçanta që ne fillojmë ti kremtojmë që të shtunën që vjen, që quhet e shtuna e Lazarit dhe pastaj fillon e diela e palmave mbas shtunën e Lazarit dhe siç thash java e madhe. Pra, e shtuna e Lazarit është një ngjarje, është një e madhe, është një nga 12 festat zotërore, pra që ne festojmë në kish, dhe në ngjalljen e Lazarit ne kremtojmë mrekullinë e fundit që bëri Zoti Jezu Krisht në gjithë veprimtarinë e tij 3 vjeçare në tokën e Izraelit që kulmoi pasaj në Jeruzalem. Dhe dim që Lazari ishte miku i Zotit dhe bashkë me motrat e tij Marta dhe Maria, dhe Lazari pësoi vdekjes si gjithë njerëzit e tjerë. Por Krishti nuk ishte aty, edhe siç e dim, kur Krishti u njoftua për sëmundjen e Lazarit, vonoi të shkojë në vizit për ta shuruar Lazarin, e vonoi vajtin e tij sepse Krishti sipas vullnetit hyjnor deshte që Lazari të kalonte në procesin e vdekjes që të shfaqej fuqia e Zotit e Perëndis në Krishtin me ngjalljen e Lazarit. Dhe kështu Zoti shkoi kur Lazari kishte vdekur në Bithani dhe dim atë mrekulli të madhe që bëri Zoti Krisht që ngjalli Lazarin që kishte 4 ditë i vdekur, se që quhet 4 ditëshi. Mrekullia e Krishtit në ngjalljen e Lazarit nuk është e para mrekulli që Krishti bëri në ngjalljen e të vdekurve, por ajo dallohet nga të tjera ngjallje që bëri Krishti, që na përmendet edhe në Ungjil, djali i Vejushës dhe po ashtu edhe vajza e vogël, edhe që ishte 12 vjeçe, por në ngjalljen e Lazarit kemi një mrekulli akoma më të madhe, sepse trupat e atyre 2 personave që përmendëm, djali i Vejushës dhe vajza e Jairit,
sapo kishin vdekur. Kurse Lazari kishte 4 ditë që kishte vdekur. Dhe sipas traditës judaike, por që kjo është edhe e vërtetuar shkencërisht, mbas 3 ditësh kufoma e trupi i njeriu shpërbëhet dhe vjen erë të keqe. Dhe prandaj Zoti jo vetëm që urdhëroi shpirtin e Lazarit që shkuar në botën e të vdekjes të shkonte te trupi i tij, por e ribëri trupin e Lazarit. Prandaj kjo është një mrekulli e madhe. Ngjallja e Lazarit nuk është thjesht një aspekt historik ose një mrekulli e veçuar, por ngjallja e Lazarit është një ikon. E para një ikon e ngjalljes së të gjithë të vdekurve në ardhen e dytë të Krishtit, por ngjallja e Lazarit që edhe një lajmërim për ngjalljen e vetë Krishtit. Vetë Zoti Jezu Krisht kishte folur tek apostujt, tek dishepuj, që ai do shkonte në Jeruzalem dhe atje do jepen në duart e mëkatarëve, dhe priftërinë do ta dorëzonin në duart e kombeve, pra të romakëve, dhe do të kryqëzohej dhe do të vdiste. Por Krishti kishte thënë që do të ngjallej në ditën e tretë. Dhe patjetër që këto fjalë kishin kaluar tagent, domethënë shkarazi tek apostujt, të cilët nuk donin ta besonin se Krishti, që ata ose Isui që ata besonin si Mesia ose si Krishti, do të kalonte në vdekje dhe aq më tepër në vdekjen e turpshme dhe të mallkuar siç ishte kryqëzimi. Por Krishti patjetër për këtë mision kishte ardhur, që ai që ishte bekim të bëj mallkim, duke marrë mbi vete mëkatet e Adamit dhe gjithë farës Adamit, të popullit Izraelit dhe gjithë kombeve. Dhe kështu të shironte natyrën njerëzore nga barra e mëkatit që askush nuk mund ta bënte këtë, as ëngjëll as njeri, po vetëm biri i Zotit që bë bir njeriu mundi ta realizojë këtë. Duke marrë mëkatet e njerëzimit mbi veten e vet dhe si pa mëkatshëm ai u flijua si qingj i Perëndis që shtlyen mëkatet e botës. Dhe këtë bëri kur u kryqëzua vullnetarisht. Kështu që apostujt dhe dishepujt kur ta shikonin Krishtin në kryq të premten, pra ata mos të dëshpëroheshin, por të kujtonin dhe fjalët e Krishtit për ngjalljen. Pavarësisht se ngjallja ishte e pabesueshme për njerëzit në atë kohë, po dhe për njerëzit sot, prap apostujt kishin parë mrekullitë të Krishtit për në ngjalljen e të vdekurve. Por dhe profetët e dhjatës së vjetër, profeti Eli, profeti Elize, kishin ngjallur të vdekur. Por Krishti bëri mrekullinë më të madhe, ngjalli pra një njeri që kishte 4 ditë i vdekur. Kështu që kur ata ta shikonin në kryq Krishtin të vdekur, të kujtonin fjalët për ngjalljen e tij dhe të merrnin siguri se kjo do ndodhte, sepse kur Krishti ngjalli Lazarin, patjetër që ai do ngjallte edhe veten e tij. Kështu që kjo është një ngjarje shumë e madhe që ka të bëjë edhe me neve, dhe gjithmonë kur ne vim në kish, hym në atë gjendjen pa kohë të Zotit, dhe sa herë që fillojmë shërbesat fetare, po t'i keni vënë veshin dhe vëmendjen e dur, aty na duket ose na thuhet që këto ngjarje ndodhin sot. Sot Krishti ngjalli Lazarin. Por do thot dikush, si sot Krishti ngjalli Lazarin kur ka 2000 vjet që ka ndodhur kjo mrekulli? Po, sepse Krishti ishte, është dhe do të jetë. Dhe në personin e Krishtit ne shikojmë edhe të shkuarën, edhe të tanishmen, edhe të ardhmen. Dhe në personin e Krishtit gjërat bëhen aktuale. Pra, ajo mrekulli e Krishtit në ngjalljen e Lazarit, ajo përsëritet në ato çaste dhe ne bëhemi bashkë pjesëtar të kësaj ngjarje, mrekullie, jo vetëm duke besuar dhe duke përjetuar ngjalljen e Lazarit dhe gëzimin e motrave Marta dhe Maria, por dhe neve pësojmë një ngjallje. Pra, ne pësojmë atë ngjallje që quhet ngjallja në shpirt, për të pritur dhe ngjalljen në trup. Dhe gjithë qëllimi i besimit tonë të krishterë, siç thotë dhe apostulli Pavli, është ngjallja e të vdekurve. Se nëse ne nuk besojmë në ngjalljen e të vdekurve, atëherë as Krishti nuk u ngjall, dhe nëse Krishti nuk u ngjall, atëherë gjithë besimi ynë është i kotë. Kështu që kjo është një ngjarje shumë e madhe që ka lidhje direkt me neve, të cilët jemi
të vdekur për shkak të mëkateve, por që ripërtërimi me ngjalljen shpirtërore nëpërmjet kreshmimit, pendim rrëfimit dhe kungimit. Pra shikoni si janë të lidhura gjërat. Kështu që kjo është një ditë, po ta shikojmë në këtë periudhë, është një ditë festive, prandaj dhe ngjallja e Lazarit ndryshon nga ditët kreshmore, është më toleruar, siç na thon edhe në kalendarin krishtar, pra jo vetëm nga ana festive, po ta shikoni dhe ambientet kishtare, altari, por dhe rrobat e priftërive janë të veshura me stoli, por edhe si them ushqimi i të krishterëve nuk është asketik, pra lejohet vaj dhe verë në disa raste, edhe në disa vende si ka qenë dhe është tradit edhe peshku. Dhe kështu në bazë ngjarjes së Lazarit ne hym në të dielën e dafinave. Diela e dafinave është një e kremte, po dhe kjo është zotërore, është në 12 festat e vitit liturgjikal, ku neve kremtojmë hyrjen e Zotit Krisht të pazakont në Jeruzalem, kur ai hyri hypur mbi një pulisht gomare. Dhe populli i Jeruzalemit e priti me palme dhe dafina dhe ndodhi një çudi e madhe, edhe foshnjat, thithanakët, ata që thithin gjirin e nënave të tyre, pra filluan të këndonin Ozana, më të larta, gjë e pazakon. Sepse tek psalmet na thotë që ti ke ruajtur edhe lavdërim nga goja e foshnjeve. Tu marrim një indicje, pra që nuk duhet mendojmë se besimi është vetëm për njerëzit e arsimuar ose njerëzit njerëzit e mëdhenj, po besimi është që për foshnjën. Që në embrion duhet të mëkohet ai embrion me besim nëpërmjet nënës, e cila jo vetëm jep ushqim embrionit, ushqim fizik nëpërmjet ushqimit nënës, po jep edhe besimin nëna embrionit dhe ai embrion e kupton marrëdhënie me Zotin, edhe pse është embrion. Këtë kemi edhe në ngjarjen e madhe ku shënjohen parentse pagëzor si embrion që ishte te nëna e tij Elisabeta, kur nëna e tij u përshëndet nga Vigjesha Mari, atëre foshnja thot kërceu ndryshoi pozicion në barkun e Elisabetit dhe ajo mbush me frymë të shenjtë dhe tha kush ja mund më bëj vizitë nëna e Zotit. Pra, edhe Johani si embrion kuptoi se Zoti ishte përballë brenda mitrës së Vigjeshës Mari. Që do thot, edhe embrioni kupton, edhe një foshnjë vogël e kupton Zotin. Prandaj asnjëherë mos mendoni se janë foshnjë, janë fëmijë dhe nuk duhet i flasim për Zotin ose nuk duhet i japim rëndësi. Jo. Zoti u bë njeri në të gjitha stadiet njerëzore. Nga embrion, te foshnjë, te fëmijë, te i ri, te i rritur, dhe kështu që të gjitha stadiet njerëzore, të gjitha preken nga Zoti, komunikojnë me Zotin, bekohen dhe shenjtërohen nga Zoti. Dhe kjo ngjarje përsëritet tek ne të krishterë ortodoks, një ngjarje e madhe, ku dhe neve bëjmë pothuajse të njëjtin rit, siç është edhe tradita, marrim palma ose dafina, në vende ndryshme është, për shembull në lindje është palma, në vende të tjera siç jemi dhe ne është dafina, por është e njëjta gjë. Dhe i marrim këto palma dhe dafina të bekuara dhe i tundim si shenja fitore. Pse populli i Jeruzalemit e priti Krishtin me palma dhe dafina? E priti sepse Krishti u pa si fitimtar i armik më të madh që ka njerëzimi, vdekjes. Pra kur Krishti ngjalli Lazarin, atëherë izraelitët kuptuan se ky është Mesia. Nuk mund të bëjë një njeri gjëra më të mëdha se ç'bëri ky. Dhe pritin si mbretin e tyre, pra si Mesian. Dhe Krishti, siç edhe tham dhe e dim, zgjodhi një gjë të pazakontë për të hyrë në Jeruzalem. Krishti gjithmonë ka ecur zbathur dhe në këmbë. Asnjëherë kaluar mbi një kafshë. Por vetëm një herë ai gjeti mënyrën për të hyrë në Jeruzalem, hypur në një kafshë të përulur, kafshë që quhet gomar ose gomaric. Pse zgjodhi këtë? Patjetër që ka një kuptim. Krishti e bëri këtë sepse sipas profecive thuhej që mos ke frikë pra Jeruzalem,
sepse mbreti ynë vjen hipur mbi një kafshë të përulur. Sipas traditës judaike, kur mbreti vinte në qytet, siç ishte Jeruzalemi, hipur mbi një mushk ose mbi një kal, ai vinte për të bërë luftë. Kur vinte mbi një gomar, vinte për paqe. Krishti zgjodhi këtë mënyrë për të dhënë mesazhin që ai nuk ishte ardhur për të gjykuar Izraelin, edhe pse ishte Zoti dhe kishte të drejtë të gjykonte për mëkatet e izraelitëve si nga priftërinë dhe tek populli i thjesht. Krishti kishte ardhur vendoste paqen. Dhe kjo paqe nuk do vendoshej thjesht me slogane, me me diskutime paqësore, ashtu siç ndodh edhe sot dhe s'ka asnjëherë paqe, po gjithmonë ka luftë, por Krishti do ta vendoste këtë paqe me sakrificën e tij në kryq. Dhe populli e priti me ozana, me palma, me dafina. Kjo patjetër që krijoi dhe zemërimin e priftërinjve dhe farisejve xheloz, që kuptonin se kjo përshëndetje ozana më të larta është një përshëndetje që jepet Zotit. Ozana do thotë të falemi në vendet më të larta, pra na lartëso. Dhe ata i than Krishtit, a nuk e shikon se çfarë po thon? Të më thënë, si e lejon ti që je një njeri, që ata të thonë dhe të përshëndesin kur je Zoti? Atëherë Krishti i tha, nëse këta nuk do të flasin, gurët do bërtasin. Sepse vërtet Krishti është edhe njeri, po është dhe Perëndi, pra është biri i Zotit, është biri i njeriu, është Mesia, mbreti i Izraelit ose Krishti i vajosuri i Perëndis. Dhe kështu kemi edhe neve këtë të diel të dafinave që është festive, si e shtuna e Lazarit dhe diela e dafinave janë dy festa me karakter festiv, prandaj edhe kreshma tolerohet, hahet vaj, ver dhe peshk, dhe ambienti kishtar është si them i gëzueshëm, si në veshjet e altarit dhe të priftërinjve, për të na qenë si një lloj oazi qetësie dhe pushimi para se të hyjmë në javën e madhe të pësimeve të Zotit. Kështu që ne të krishterët ortodoks e kemi një traditë shumë të bukur, ditën e palmave dhe dafinave, dhe sipas traditës këto, siç thash, bekohen dhe merren në shtëpi. Patjetër që këto nuk merren si hajmali, asnjëherë nuk duhet kuptojmë se shpëtimi ynë vjen duke marrë një palmë dhe një dafin, por këto janë shenja triumfi, fitore, që ashtu si ngrejmë palma dhe dafinat në dorë, duhet ngrejmë mendimet dhe dëshirat tona tek Zoti dhe ta lavdërojmë Zotin me një lavdërim frymor, siç thuhet dhe adhuruesit e Perëndis e ata që adhurojnë në frymë e në të vërtetë. Pra, kështu pra përfundojmë dhe të dielën e dafinave. Dhe pastaj ne hym në ato ditë të veçanta të javës së madhe, dhe duhet dim sipas traditës judaike, në mbrëmje fillon dita dhe kisha në shërbesat e saj fetare gjithmonë e ka mbajtur këtë traditë që në mbrëmje fillon dita tjetër. Prandaj dhe mbrëmësorja ne që bëjmë është fillimi i ditës së re. Nëse ju keni vënë re, gjithmonë në mbrëmësore ne fillojmë lexojmë shenjtorin që vjen në ditën më pas. Dhe kështu pra mbrëmësorja është fillimi i ditës, sepse sipas judeve mbrëmja nuk ekzistonte ose nata, po ishte thjesht vetëm dita ishte jeta, sepse nata shikohej si kohë e humbur ose si vdekje. Prandaj në mbrëmje, në kishën tonë ortodokse, gjatë javës së madhe, ne fillojmë shërbesën e ditës që vjen. Kështu që në mbrëmjen e të dielës, që mbyllet edhe e diela e dafinave ose palma, fillon e hëna e madhe që shoqërohet nga e marta e madhe e mërkura e madhe. Të gjitha këto ditë quhen të mëdha sepse në këto ditë ne kujtojmë ngjarje të mëdha, mrekulli të mëdha, fjalë të mëdha që bëri Zoti. Dhe janë ditë përgatitore, ditë asketike, kreshmore, madje për disa janë dhe më të forta se ditët e tjera të kreshmës së madhe. Tradita është që hahen ushqime pa vaj dhe të pagatuara, por secili sipas shëndetit. Rëndësishme është kuptimi i këtyre ngjarjeve të mëdha. Dhe nëse ne kuptojmë ngjarjet e mëdha, që paraprin pasaj dhe të premten e madhe dhe
varrimin, kryqëzimin, vdekjen dhe varrimin e Zotit, patjetër që mendja nuk do na shkojë të mendojmë për të ngrënë dhe për të pirë dhe për të krijuar një komoditet vetes, ashtu si kur neve në shtëpi tona kemi një vaki, kemi një person të dashur i cili është një kufon përpara nesh, kujt i shkon mendja për të ngrënë? Vetëm kur ai varroset, atë bëhet dreka ose si them të ndaret për atë person. Prandaj, java e madhe është një javë që në fillim ishte 3 ditore, ishte e njëjtë, premte e shtunë, por pastaj u plotësuan dhe me ditë të tjera, e martë, e mërkur. 3 ditët ishin kreshëm të forta, sepse mbani mend fjalët që Zoti i tha, kur është dhëndri me dasmorë nuk mbajnë agjerim, po kur ti iki dhëndri, atëre dasmorë do të mbajnë. Dhe vërtet, kur u kryqëzua Krishti, apostujt nuk ëngrën, as të premten, as të shtunën, por vetëm kur e takuan Krishtin e ngjallur në mbrëmjen e së dielës, ata u darkuan me Krishtin. Por tham që u vendosën dhe 3 ditë tjera, dhe në këto 3 ditë, të hënë, të martë dhe të mërkur të madhe, quhen dhe shërbesat e dhëndrit, sepse në dhjatën e vjetër Perëndia quhej dhëndër ose burri i Izraelit, por dhe në dhjatën e re, siç kemi edhe në parabolën e 10 virgjereshave, shikojmë Krishtin si dhëndri dhe 10 virgjeresha shikojnë si besimtarët ose besimtarët që presin dhëndrin. Kështu edhe neve të krishterët presim dhëndrin e shpirtit ton, e jetës son, që është Krishti. Ka një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet shpirtit njerëzor dhe Perëndis, por dhe trupit njerëzor, sepse Perëndia u bë njeri. Pra, ashtu siç është ajo lidhja aq e ngushtë ndërmjet dhëndrit dhe nuses, burrit dhe gruas, kështu edhe shpirti ynë, por dhe trupi ynë bashkohet me Perëndin, bëhet një. Është një bashkim unik. Prandaj ne nuk kemi një bashkim thjesht sipërfaqësor tek Perëndia, po kemi një bashkim i cili karakterizohet si bashkim agape, dashuri, filia, misi, por dhe një si bashkim erotik, pavarësisht se kjo fjalë dikujt i duket si e rëndë. Dhe kështu në shërbesat e dhëndrit ne presim dhëndrin, presim Krishtin, i cili është larguar prej nesh për shkak të mëkateve tona. Dhe prandaj gjithë kjo periudhë kreshmore nuk është thjesht kreshëm nga ushqimet, siç thash në fillim, por është vetëdije për mëkatet dhe largimi i mëkateve. Prandaj, ai që nuk ka rrëfyer mëkatet e veta dhe nuk ka marrë uratën e faljes, nuk mund të bashkohet me dhëndrin, nuk mund të bashkohet me Krishtin, sepse mëkati është mes atij dhe Zotit. Dhe mëkati është një mur prej bronzi quhet në shkrimin e shenjtë. Aq i fortë është mëkati që na ndan nga Zoti, që neve nuk japim rëndësi, por japim rëndësi ndonjëherë formaliteteve, vetëm kreshmës ushqimore sesa kreshmës nga mëkati dhe pasioni. Dhe këto ditë ne kujtojmë disa ngjarje, të hënën e madhe ne kujtojmë Josifin e dhjatës së vjetër. Josifi i dhjatës së vjetër ishte biri i Jakobit, i cili u shit nga vëllezërit dhe ai u shkoi si skllav në Egjipt, atje u burgos, por Perëndia veproi që Josifi të fitonte simpatinë e faraonit dhe faraoni e bëri Josifin mëkëmbësin e tij. Dhe kështu Josifi shpëtoi jo vetëm Egjiptin nga një thatësi 7 vjeçare, por shpëtoi edhe Izraelin. Dhe dim që kur vëllezërit e Josifit erdhën në Egjipt për kërkuar grur, atëherë Josifi i shfaqet atyre, ata u friksuan, sa ata kishin shitur si skllav, por ai tha mos keni frikë, sepse kështu desh Perëndia, që unë të vi në Egjipt dhe të bëhem shkak shpëtimi për ju dhe për fëmijët tuaj. Dhe vërtet kështu ndodhi me Josifin. Josifi është tipi i Krishtit. Ashtu si izraelitët e tradhuan Krishtin, dhe e shitën Krishtin, siç ishte edhe Juda përfaqësuesi i gjithë pjesës negative të Izraelit, Perëndia i ndryshoi gjërat. Krishti pranoi të shitet, të tradhohet nga vëllezërit e Judej, që ai të shpëtoi jo vetëm izraelitët, por shpëtoi gjithë njerëzimin. Dhe në të hënën e madhe ne kujtojmë edhe një ngjarje, një mrekulli të Krishtit, por që ka kuptim pedagogjik, është tharja e fikut. Pra kur Krishti hyn në Jeruzalem dhe përsëri shkoi të hënën mbas të dielës së dafinave, që edhe ai pastroi tempullin,
që mori atë kërbaçin dhe largoi të gjithë ata që shisnin aty dhe prishi ato folet ose koshat që mbanin pëllumba, duke thënë shtëpia ime është shtëpi, lutje u bë shpejt kusash. Kur Krishti po ikte nga Jeruzalemi, pa një dru fiku dhe kërkoi frut. Frut nuk gjeti dhe Krishti tha, u mallkuar qofsh, dhe kur mos u lidh frut prej teje. Ndodhi çudia, fiku u tha që nga rrënjët. Është e vetmja herë që Krishti bën një mallkim. Dhe disa e akuzojnë Krishtin se kur ka bërë padrejtësi. E para, Krishti nuk mallkoi se nuk gjeti ushqim për veten e vet. Çdo gjë ai e bëri në mënyrë pedagogjike, që të kuptojnë izraelitët që personifikoheshin me fiku në dhjetën e vjetër, se atyre do t'i largoj hiri i Perëndis dhe do bëshin mallkuar, sepse ata vet po e përzinin Zotin që erdhi midis tyre si njeri. Dhe jo vetëm për izraelitët, por kjo ka kuptim edhe për neve. Të gjithë neve jemi si pemë të mbjedhura nga Zoti që duhet japim frute. Dhe nëse ne nuk japim frute, po thjesht kemi vetëm rituale formale, siç një fik me gjethe dhe pa frut, patjetër që Zoti nuk do na pranoj. Nuk na bën të shpëtuar thjesht se jemi të krishterë nga tradita, thjesht se kemi emër të krishterë, thjesht se bëjmë disa rite. Këto janë të mira, po nëse këto nuk janë një marrëdhënie nuk na çojnë një marrëdhënie personale me Zotin, një bashkim me atë siç bashkohet dhëndri me nusën, çdo gjë është e kotë. Madje një fe e tillë është një fe që na ndan nga Zoti, sepse Zoti e mohon këtë lloj fetarizmi hipokrit, siç ja mohoi edhe judeve. Prandaj duhet kemi kujdes nga një lloj fetarizmi hipokrit. Bëra këtë, gjëra formale jam në rregull me Zotin. Jo. Ne jemi në rregull me Zotin kur kemi bashkim personal dhe misteror me atë. Jo thjesht ritual. Dhe kështu vjen pastaj e Marta e Madhe ka edhe ajo kuptimet e saj, kujtojmë parabolën e 10 birgjereshave të cilët prisnin dhëndrin. Këto 10 birgjeresha simbolizojnë gjithë njerëzimin, por 5 ishin të mëndshme, 5 atë mara, të mëndshmet ishin ato që të cilat kishin vaj në kandilën e tyre, por dhe flak për ta mbajtur kandilën ndezur, kurse të marat ishin ato të cilët nuk u kujdesën për vaj dhe i zuri gjumi të gjitha, zënja e gjumit tregon vdekjen që do psoj gjithë natyra njerëzore, dhe kur erdhi dhëndri në mes të natës, atëre u dëgjua zëri, erdhi dhëndri dhe atë u zgjua nga gjumi. Kjo simbolizon ngjalljen që do psojnë raca njerëzore, kur do përballet me Krishtin së gjykatës. Por 5 të mëndshmet i rregulluan kandilet e tyre sepse kishin vaj me vete dhe i ndezën, kurse të marrë nuk kishin vaj. Që do thot, ata besimtar formalist që thonë kanë vetëm besim, po s'kan vepra, kur të vi Krishti për herë të dytë, do gjenden pa vepra dhe kështu ata do përjashtohen nga mbretëria e Zotit. Kurse të mëndshmet janë ato besimtar të cilët kanë edhe besim, kanë dhe flakën, por kanë edhe vajin, kanë dhe veprat. Prandaj duhet kemi kujdes sepse Zoti vjen në një orë ku ne nuk e presim. Ai thot rini zgjuar dhe jeni gati, nuk e dini kur vjen Zoti i shtëpisë, që do thot vdekja vjen si hajduti. Dhe mbas vdekjes ka një gjykim, që do gjykohemi pas besimit dhe pas veprave. Dhe apostulli Jakobi thot një besim pa vepra është i vdekur. Dhe kështu që ne të Martën e Madhe kujtojmë edhe parabolën e talantave, pra Zoti i dha shërbëtorëve ose një zotëri dha shërbëtorëve disa talanta, një i dha 5, tjetri i dha 2, tjetri i dha 1 dhe i tha shumë fishojnë. Ai që mori 5 bëri 5 të tjera, ai që mori 2 bëri 2 të tjera dhe ai që mori 1 e futi në dhe. Dhe kështu kur erdhi zotëria bëri gjyq, atij që kishte fituar 10 talanta i dha të drejta mbi 10 qytete, atij që kishte fituar 4 mbi 4 qytete, kurse ai që kishte marrë një talant dhe kishte futur në dhe tha, ti je një zotëri, tha jashpër. Mbledh atje ku nuk e shpërndar dhe kor atje ku nuk e mbjell. Prandaj ja merre talentin tënd. Por zotëria i tha, shërbëtori pa bes, i lig dhe përtac. Pse nuk e more talentin din ta çoje te tryvezarët, te bankierët që ta merja me kamat? Merrni talentin këtij, jepi atij që ka 10 dhe çojeni këtë me armiqtë e mi. Çfarë kuptimi ka kjo? Zoti ne besimtarve na ka dhënë talanta, dhurata. Këto dhurata janë mendore, janë shpirtërore, janë trupore. Ne kemi detyrë që talantën, dhuratën që na ka dhënë Zoti ta vendosim në punë.
Pra Zoti nuk do që ne të jemi përtac. Madje ai që nuk punon as nuk duhet haj. Pra, secili për nesh një ditë do paraqitet para Zotit dhe Zoti thotë me dhuratën që të dhash. Çfarë bëre? Pra, neve kemi gjithë nga një dhuratë një profesion. E kemi të mësuar, e kemi të fituar. Por përveç profesioneve, që ne duhet i bëjmë në aktivitet, të mbajmë jetesën tonë dhe të afërmit tanë dhe familjen tonë, fëmijët tanë në jetë, patjetër kemi dhe dhurata shpirtërore që i ndan shpirti i shenjtë. Që këto i aktivizojmë në jetën tonë shpirtërore, në marrëdhënien tonë në kishë, në komunitet. Nëse këto dhurata ne nuk i dyfishojmë, atëherë do na merren. Shumë nga ne ankohen që Zoti s'ma ka dhënë këtë, s'ma ka dhënë atë. Jo, gjithë kemi nga një dhuratë. Madje disa që kanë pak bën xheloz për ata që kanë shumë. Por ai që ka pak nuk ka përgjegjësi të madhe, kurse ai që ka shumë përgjegjësi të madhe. Dhe Zoti do të dënojë të gjithë përtacët që nuk vënë punë talentat, sidomos mendore, shpirtërore, por dhe fizike dhe materiale. Dhe prandaj kemi përgjegjësi, duhet të japim produkt edhe shpirtëror, edhe material, në dashuri për Zotin, dashuri për të afërmin. Dhe kështu kalon dhe e marta e madhe, vjen e mërkura e madhe, që është një ditë e veçantë, sepse në mërkurën e madhe kujtojmë dy personazhe krejt të ndryshëm. Kujtojmë Laviren, një prostitut, e cila u pendua për mëkatet e saj dhe shkoi te këmbët e Krishtit, ja lagu me lot dhe ja paformosi me miro. Miro ishte një vaj shumë aromatik, si të them një parfum sot shumë i shtrenjtë, që bënte shumë lek. Por kjo Lavire u pendua dhe me gjithë paratë e lavirësisë vet, shkoi tek ai që bënte miron dhe i çovi të gjitha paratë therrore për këmbët e Krishtit. Dhe Krishti i fali mëkatet e saj të shumta se shumë dashuri shfaqi. Prandaj, të gjithë neve vihemi përballë kësaj Lavire. Do thot, po unë s'jam Lavire, do thot dikush nga ju. Unë s'kam mëkatuar si ajo, as kam kurvëruar, as kam thyer kurorën, kam qenë besnike. Dakor. Por të gjithë neve kemi një lloj lavirësie shpirtërore, që do të thot neve largohemi nga Zoti dhe kurvërojmë me demonët. Pra, neve nuk bashkohemi me Zotin, por mëkatojmë. Çdo mëkat është një lavirësi, ose si quhet një kurvëri shpirtërore. Të gjithë ne kemi mëkate. Pra të gjithë ne jemi lavire ose lavire shpirtërore që duhet shkojmë te Krishti, te dhëndri ynë, dhe t'i kërkojmë falje për mëkatet tona, t'ia lagim këmbët e ti me lot. Dhe të gjitha ato kënaqësitë e mëkatit, ne duhet i sakrifikojmë me pendesën, me asketizmin. Ndryshe nuk ka kuptim. Të gjithë kemi mëkatuar. Në mos kemi mëkatuar me vepra, me mendim. Çfarë tha Krishti? Nuk mjafton të shkosh me gruan e tjetrit, po nëse e ke parë me dëshirim gruan e tjetrit ose dhe burrin e tjetrit, ti ke bërë mëkat në zemrën tënde, ke thyer kuror. Kush nga neve këtu, unë i pari, nuk ka një mendim? Ka pas një mendim imoral ose thyerje kurore? Ai që thotë jo, ai gënjeshtar, sepse të gjithë mëkatojnë. Prandaj të gjithë kemi nevojë për pendes. Dhe thonë njerëzit çfarë mëkate kemi bërë. Po si e s'ke bërë? E mbush mendjen tënde me lloj-lloj ikonash, lloj-lloj figurash, edhe zemrën tënde me lloj-lloj dëshirash, edhe thua s'kam bërë asgjë. Dhe çfarë bëjnë sot njerëzit? Nuk ka nevojë të dalin rrugëve të shikojnë të tjerët. Shko në shtëpi aty, hap celularin, hap internetin, hap televizorin, shikojnë të gjithë, burri këtu, gruaja këtu, fëmijët këtu, secili shikon me të dashurin e mendjes së vet. Edhe thon s'kemi bërë asgjë. E keni gabim. Sepse nëse syri të çon në mëkat, më mirë iqe, thot Zoti, sa të shkosh me dy sy në ferr. Më mirë iqe të shkosh me një sy në parajs. Prandaj keni kujdes. Dhe të kemi kujdes të gjithë. Por kemi edhe një personazh tjetër, Judan. Juda ishte apostulli i Krishtit, ishte nxënësi i Krishtit, një nga 12-tët, që Krishti i kishte dhënë dhe të komandonte ose të përdorte parat dhe moshat që jepnin Krishtit. Për 3 vjet Krishti jetoi si lypsar. Ai që ka krijuar qiellin dhe tokën thoshte, "Dhelprat kanë strofkullën dhe zdojt kanë fole, biri njëri nuk ka ku të vendos kokën." Dhe lypte, ose më mirë të themi, jo se lypte, por të tjerët i jepnin nga paratë e veta dhe ai pranonte për mbarvajtjen e apostujve dhe të atij vetë si njeri. Por Krishti punonte, nuk ishte për tac, po punonte për shpëtimin e njerëzve. Siç punojnë dhe klerikët tanë,
punojnë për shpëtimin e shpirtrave të njerëzve, prandaj dhe ne si komunitet duhet t'i japim kishës dhe klerit. Se si të bëjnë ata? Sa ata s'mund të bëjnë 2-3 punë. Se po bën 2-3 punë s'do merr me ne. Prandaj kemi detyrim t'i japim kishës dhe klerit, siç edhe i jepnin Krishtit dhe apostujve ato gratë ose njerëzit e përshpirtshëm. Dhe vinte Juda. Juda ishte hajdut. Dilte nga parat fshetas. Kujtonte Juda se askush nuk e shikonte. I ngjante atë miut që merr atë vajin e kandilës, e lëpin, që vjen ndonjëherë dhe në kish, qarkullon ai miu. Dhe çfarë bëri? Kjo dobësi e Judës ishte dobësia më e keqe që mund të ketë një njeri. Si thot apostulli Pavli, lakmia për para është burimi i gjithë qijave, dhe ata njerëz që nuk i vun frek kësaj bën mëkate të mëdha dhe humbën edhe shpirtin dhe i shkaktuan shumë të këqijave të tyre. Dhe ashtu ndodhi me Judën. Juda arriti deri aty sa kur pa që kjo lavire e penduar i çoi mirot e këmbët e Krishtit, tha: "Po pse vajti kjo miro kot? Ti ishte shitur edhe të kishim për 300 dinar e t'i japin të varfëre." Po thot Shën Johani, jo se kishte dëmshuri për këtë, por se ishte hajdut, se deshte ti merrte këto para, edhe ti merrte për vete. Pra, në vend që Juda të vinte në pendim, nga pendimi i kësaj gruas, aty u ngurçua zemra, se kishte mendje te paraja. Shikoni sa e rrezikshme është materializmi. Një para, si them, e cila bëhet qëllimi i jetës sonë të ndan nga Zoti, ta ngurtëson zemrën. Prandaj thot Krishti, më mirë hyn deveja në vrim të gjilpërës se i pasur në mbretërinë e Perëndisë. Dhe ne lakmojmë paran, dhe themi se paraja është jeta. Po kush ka para, sidomos dhe të shumta dhe të padrejta, ai ka humbur jetën, edhe këtë jetë të përjetësinë. Dhe Juda e tradhtoi Krishtin për 33 mornella argjendi, për të blerë një copë bukë, një kënaqësi të çastit. Dhe çfarë ndodhi? Juda pati një përfundim keq, shumë tragjik. Juda shkoi dhe vari veten. Dhe kur vari veten, të përbrëndshmet e tij plasën dhe dolën jashtë, sepse Perëndia e Judës ishte stomaku i Judës. Kjo ndodhe me ata të krishterë, të cilët nuk kreshmojnë, por e kanë ushqimin, e kanë qëllimin e jetës tyre. Si të kreshmojmë, ne sëmuremi. Ata kanë bërë Perëndi barkun e tyre. Dhe pastaj vjen sëmundja. Dhe thonë, çfarë erdhi kjo sëmundje? Po do ta paguash. Se kur kisha ka kreshmuar, ti nuk e kreshmuar. Atëherë do të kreshmosh në një mënyrë tjetër. Kur të vi sëmundja, do ta paguash në një mënyrë tjetër. Çdo gjë paguhet në këtë jetë. Dhe ne nuk kuptojmë. Dhe themi pse na vin. Ja pra na vin. Se nuk bëjmë atë që do Zoti, po bëjmë atë që duam neve. Dhe mendojmë se paraja, ushqimi, kënaqësia është jeta. Po shpeshherë ato kur janë të ndarë nga Zoti, ato nuk janë jeta, po janë vdekja. Është, si them, fundi ynë tragjik. Dhe kështu përfundon dhe e mërkura e madhe, dhe në mbrëmje të mërkurës madhe bëhet dhe fqelia. Duhet ta dini se kisha interesohet jo vetëm për shpirtin dhe për trupin. Sot ka shumë sëmundje, të cilat janë sëmundje që vijnë nga mëkatet. Njerëzit nuk thonë, nuk dim pse nga vjen një sëmundje. Asgjë nuk vjen kot. Nuk ju vjen sëmundja thjesht nga virozat, ose nga pleqëria, ose nga diçka tjetër, lodhja. Sëmundjet shpeshherë vijnë nga mëkatet. Mëkati sjell mërzitje, mërzitja sjell brenga, dëshpërim, neuroza. Kjo pastaj sjell dhe sëmundjen e trupit. Dhe sot shkenca i ka dhënë të drejtë kishës, kur kisha thot që pendoni për mëkatet, lironi nga bara e mëkatit dhe pastaj do lironi dhe nga sëmundja. Prandaj duhet kemi kujdes që të shërojmë shpirtin pa të shërojmë trupin. Kështu që kisha interesohet që të shërohet edhe shpirti, edhe trupi, dhe të mërkurën bëhet evqelia, vaj i bekuar. Çfarë është vaj i bekuar? Është një vaj ulliri i cili bekohet me lutjet e kishës, me lutjet e priftërive. Dhe vaji i bekuar quhet evqeli, tregon prezencën e Krishtit. Ashtu që Krishti ishte në atë kohë në Izrael dhe shëronte çdo sëmundje dhe lëngat, Krishti është prezent me evqelin që vjen të shëroj popullin e tij nga sëmundjet trupore, nga sëmundjet shpirtërore. Po që shërimi të vijë duhet besim. Duhet me besim, që të shkosh me besim dhe jo me dy mendje, dhe Zoti patjetër të shëron edhe shpirtin edhe trupin. E rëndësishme për Zotin në shpirti se sa trupi. Trupi është një kohë
të caktuar dhe një proces kalimtar. Zoti nuk premtoi që do jemi në këtë jetë pa sëmundje, por premtoi parajsën ose premtoi përjetësinë pa dhimbje dhe pa sëmundje. Dhe kurse në këtë jetë do të kalojmë në prova ndryshme. Dhe shpeshherë sëmundja është pedagogjike, është qortim për mëkatet tona. Dhe vjen e enjtja e madhe, që edhe kjo është një ditë shumë e madhe, sepse në të enjtën e madhe kryem darkën mistike, që do të thotë bëjmë atë duke bashkuar me kishën, me klerin, që bëri Krishti para se të shkojë të kryqëzohej. Mblodhi të gjithë apostujt dhe mori bukën, e theu dhe tha përpara apostujve, duke falendëruar: "Merrni, hani, ky është trupi im. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Pastaj mori kupën me verë, e bekoi dhe tha: "Merrni, pini, ky është gjaku i beslidhjes së re ose dhjatës së re. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Dhe sa herë që të hani nga kjo bukë, e pini nga kjo kupë, kujtoni vdekjen time. Këtë bëjmë neve, çdo herë që mblidhemi në liturgjinë hyjnore. Dhe nuk e bëjmë ne si laik, sepse unë di që është një zakon, madje edhe këtu në Kavaj, që laikët thonë kemi bukë dhe verë në shtëpi dhe kungohen vetë. Kush ta ka thënë këtë? Ky është një gjë e mallkuar, jo e bekuar. Mund të tolerohej në kohën ku s'kishte kish, ku ndalohet shkohen kish, dhe mund të bëjë një lloj ekonomie për të ruajtur një zakon. Po si mund bësh ti detyrën e priftit? Të marrësh bukë dhe verë, e thuash ky është trupi i gjakut dhe unë kungohem dhe shkon në kish? Jeni në vetë apo jo? Kush e bën këtë merr mallkim? Sepse tallet me të shenjtat e të shenjtave, me trupin dhe gjakun e Kristit që është në kish, që bëhet jo se lutemi neve ose luten ëngjëjt, luten priftërinë. Pa lutjen e priftërive ajo nuk shndrohet në trup dhe në gjak të Krishtit, sepse lutja e priftit janë fjalët e Krishtit. Dhe marrin për ndjesën e mëkateve dhe për jetën e përjetshme. Kungimi është bashkimi me Krishtin, në bashkim mistik, trup dhe shpirt. Dhe ai që nuk kungohet nuk ka Krishtin për na vetes, nuk ka jetë në veten e vet. Prandaj na ndodhin shpeshherë sëmundje, prandaj na ndodhin shpeshherë na zaptojë keqja, na zëri cyri keq, na zër magjia, ose na marr pushteti ligu sepse jemi jashtë kungatës. Sipas kanoneve kishtarin, nëse 3 të diela nuk kungohesh, je aforizuar nga kisha dhe mbi ty merr të drejtë djalli. Dhe unë e di që ka të krishterë që janë jo 3 të diela, po mos themi 3 javë, 3 muaj, 3 vjet. Si më shkoni pa kungat? Si mund të jetohet pa kungat? Si mund të jetojë trupi ynë pa ngrënë? Po shpirti ynë pa marr Krishtin. Prandaj, te enjtën e madhe, ne kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit, po jo të gjithë. Nuk mund të shkojmë të gjithë sepse është e enjtë e madhe dhe hajde të shkojmë tani të kungohemi. Jo, vetëm ata që kanë kreshmuar gjatë javës, gjatë kreshmeve të mëdha, vetëm ata që janë penduar dhe rrëfyer dhe kanë marrë lejen nga ati i rrëfyes, vetëm ata do të shkojnë kungohen. Mos shkoni të kungoheni, thjesht se keni mbajtur 3 ditë pa vaj, fasule pa vaj dhe duket vetja të shenjtë, dhe me mëkate të rënda shkoni kungoheni, sepse ju kthehet në mallkim. Nuk tallemi me gjërat e shenjta. O bëu gati dhe shko tamam, ose rri atje dhe mba vendin. Dhe pastaj kemi mbas të enjtës së madhe, në mbrëmje kemi të premten e madhe, pra sepse në mbrëmje fillon dita tjetër që është kryqëzimi i Krishtit, që është edhe tradita e kishës sonë ortodokse, ku lexohen 12 ungjit për na treguar, jo me prralla njerëzish, por nga shkrimi i shenjtë, se si Krishti vullnetarisht shkoi dhe u dorëzuan në duart e mëkatarëve dhe ata e kryqëzuan jashtë qytetit dhe dha frymën e tij. Krishti është kryqëzuar në orën 9 të mëngjesit dhe ka qëndruar në kryq deri në orën 3 mbasdite. Dhe e premtja e madhe që fillon të enjtën në mbrëmje dhe vazhdon te të premten, ditës premte, është ditë zije. Në vendet e tjera nuk punohet. Po në Shqipëri neve nuk e kemi gjithë të njëjtin besim, por ama është e mirë që ta shmangin punën. Nëse nuk e shmangin punën, të paktën ata që kanë mundësi të shkojnë në kish, sepse thotë edhe zogu nuk bën fole, të premten e zezë ose të premten e madhe. Dhe ajo ditë është ditë zije, është agjërim për ata që kanë
mundësi që deri në orën 3 mbasdite mos vënë gjë në gojë dhe ose të hanë gjëra të cilat janë të pagatuara. Është ditë hidhërimi. Krishti është i kryqëzuar. Po pse? Nuk është ai një qyqar, një miran i kryqëzuar dhe ne qajmë dhe vajtojmë. Çfarë tha Krishti atyre? Mos qani vajtoni për mua, po qani vajtoni për veten dhe për fëmijët tuaj. Se kur bëhet kështu me të njomin, çfarë do bëhet me të thatin? Po të njëjta fjalë janë për neve. Nuk shkojmë në kishën edhe shikojmë Krishtin atje të kryqëzuar dhe qajmë, o bosh ta bën ty, o e zeza unë për ty, që ka disa njerëz dinë që thonë të keqen o Zot. Nuk dini se si luten këta njerëz, por ne shkojmë dhe atje shikojmë Krishtin e kryqëzuar që u kryqëzua për mëkatet tona, jemi ne që kryqëzuam. Dhe ai pranoi ta kryqëzojmë që të na fali, të marrë ai barrën dhe mundimin që meritojmë ne. Dhe kjo duhet të jetë ditë pendese. Pra ti shkon përpara Krishtit dhe duhet të pendohesh. Do thuash Krisht, unë të kryqëzova, por të lutem më fal dhe më ngjall me fuqinë tënde. Kjo është kuptimi të premtes së madhe. Dhe patjetër që e premtja e madhe është një ditë zie, siç thash, dhe kjo pasaj shoqëron edhe ditën që është varrimi i Krishtit ose shtuna e madhe, ku neve në traditën e bukur krishtere ortodokse bëjmë atë kuvuklin ose epitafin për të vendosur trupin e Krishtit për ta çuar në varr. Dhe ne nuk varrosim një njeri thjesht të vdekur, por me shpresën se ai do ngjallet në të tretën ditë. Dhe kjo është e shtuna e madhe, një shtunë shumë e veçantë, sepse edhe pse është ditë kreshmore, është e shtuna e vetme në vitin liturgjikal që është pa vaj, sepse java e madhe është ushqim pa vaj, por dhe i pa gatuar, flasim për ata që kanë mundësi, por që të hash mishe bulmetet javën e madhe, keni kujdes. Edhe fëmijët mbi moshën 12 vjeç duhet të kreshmojnë. Nuk i ndodh asgjë. Mësojeni, injektojeni fëmijët që në atë moshë dhe të kuptojnë çfarë ndodh. Dhe kështu neve shkojmë të shtuna e madhe. Pra ne vajtojmë, kemi vajtimet e varrimit të Krishtit, po me shpresën e ngjalljes dhe pastaj përgatitemi për të dielën e Pashkës. Kjo është ajo java që presim, që quhet java e madhe, një javë shumë intensive, e madhe nga ngjarjet që neve përjetojmë dhe na përgatit për Pashkën e Zotit. Pra, të dashur të krishterë, vazhdojmë udhtimin e bekuar të kreshmeve. Kreshma, siç e thash në fillim të bisedës, mbyllet të premten që vjen nesër dhe vazhdon përsëri lehtësohet kreshma të shtunën dhe të dielën që janë ditët të gëzueshme që janë një oazë, një pushim para se të hyjmë në javën e madhe. Në javën e madhe nga jana deri të shtunën kemi kreshëm të fortë dhe pastaj kreshma mbyllet në Pashkë. E fundi që do të them se është një mëkat shumë i madh, dhe prandaj gjë rastin t'ja u them, jo vetëm juve, por dhe ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, që për të Pashkën e madhe, ka të krishterë që vinë në kishë, vinë me qiri, vinë me vezë e tjera, dëgjojnë lajmin e ngjalljes dhe nuk futen pastaj brenda në kishë për të marrë pjesë në liturgjinë hyjnore. Po qëndrojnë jashtë ose ikin në shtëpinë e tyre, e shtrojnë dhe të ngrënën edhe të pira. Kjo nuk është darka e Pashkës. Haroheni. Krishti nuk ka pjesë në atë darkë. Krishti është në kishë. Vetëm kur del kisha, kur mbaron kisha, vetëm mbasi ku ngohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit për ata që janë bërgati, janë përgatitur, vetëm atëherë kemi të drejtë të shtrojmë tryezë. Një tryezë e shtruar para se dal kisha është e mallkuar. Dhe nuk keni gëzim, nuk keni Pashkë, nuk feston as Zoti, as ëngjëjt, as shenjtorët me juve. Dhe gjitha ju ushqimi u kthehen në të kundërt, sepse fyeni Zotin. Jeni si ato virgjeresha që, ose janë, si ato virgjera që mbeten jashtë, nuk hynë në nusërore, nuk qëndruan me dhëndrin, po mbeten jashtë në errësirë. Ta heqim të traditë keqe dhe të qëndrojmë të gjithë deri në fund, kur të jepet përlëshimi paskal, atëre po të ham vezën, atëre po të urojmë njëri tjetrin, atëre po të darkojmë, të drekojmë, atëre po themi me gëzim në shpirt e në trup, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Amin. Love the Lord.